Mirë, ne tani do të ndalemi në një çështje e cila po bën xhiron e botës. Ka ditë që bota po tronditet nga ajo që quhet çështja Epstein apo Epstein, siç thuhet në Europë. Pse? Sepse po dalin në dritë fakte të vërteta, të cilat janë në Departamentin Amerikan të Drejtësisë të publikuara, cili do mund të hyjë atje dhe të shikoj në fakt imele informacione tronditse, të cilat mbasi përpiqesh ti shikosh, i bën pyetjen vetes, më bën syt apo janë vërtet këto? Janë mbi 3 milion informacione. Një pjesë shumë e mirë e tyre ne po e shohim në ekran janë të manipuluara, të fshira nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, sepse nuk duhet të dalin në fakt njerëzit që janë të përfshirë në këto situata. Njëjalise është Jeffrey Epstein, ky njeri që ne shohim në ekran, i lindur në 20 janar të vitit 1953 në një lagje të New Yorkut, me prindër hebrejnë. Babai i tij punonte, le të themi, në kompaninë e gjelbërimit pranë komunës apo bashkisë përkatëse në atë zonë të New Yorkut. Nëna e tij ishte një ndihmëse në një shkollë, jo mësuese, dhe një shtëpiake. Ishte vllai i dy, një motre dhe një vllai tjetër, pra ishin 3 fëmijë. Jeffrey që i vogël kishte, sipas atyre që e njohin, të dhëna për të qenë një instrumentist i lindur, interpretonte shumë mirë në piano, që 5 vjeç ishte shumë i mirë në matematik, por kur nuk arriti do të diplomohej. Kishte ndruar disa shkolla, nuk kuptohet se si ka arritur të hyjë në kupolën e financave amerikane, përmes disa lidhjeve që ka aty këtu pikat e errta, arrin të ketë kontakte me njerëzit më të fuqishëm të botës për sa i përket jo vetëm financave, por edhe politikës. Në kulmin e suksesit të tij, zhvendoset në ishujt Virgjine të Shteteve të Bashkuara, Virgin Island, dhe aty ndërton një vil, apo një mansion, apo një penthouse, le t'i themi si do duam, një pasuri të tërë, një shtëpi gjigande, e cila në fakt ka sekrete të frikshme, sekrete të tmerrshme. Penalizohet diku në vitin 2009 nga një telefonat dhe nga një dëshmi e një vajze të vogël. Nis një investigim, prokurori çështjes jo vetëm që e mbyll çështjen, por e mbyll me një penalitet shumë të lehtë ndaj tij. Por duket se jetës së shkuarës, por ndoshta dhe interesa kundër tij, bëjnë që në vitin 2019 çështjet ndaj tij të rihapen kësaj radhe për mos të mbyllur kollaj. Në vitin 2020, ai ishte në qeli të një burgu në New York. Në gusht të këtij viti, ai gjendet i vetë varur në qeli. Është me qafë të thyer, sepse është varur në çarçafin e qelisë. Ajo që bie në sy është se në kamerën e sigurisë së korridorit të qelisë ku ai po shlyente dënimin për t'u paraqitur në gjyq, pra ishte në ambientet e paraburgimit, le të themi, pra në kamerën e korridorit ka një shmangje prej 1 minutë e 50 ca sekonda kamera nuk ka xhiruar. Sipas mjekëve përkon me momentin e vdekjes së tij. U vra apo u vetvra? Kjo është një pikë pyetje, e cila është ngritur fort nga demokratët dhe nga grupe interesi në Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë arritur që të bëjnë trysni në prokurorinë amerikane, në prokurorinë e përgjithshme, për të dhënë pikërisht lejen që informacionet për të publikohen. Këto informacione që janë publikuar po nxjerrin në dritë të fsheta të frikshme, njerëz të fuqishëm, njerëz me influencë globale, të cilët kanë qenë pjesë e festave, pjesë e ndjes për fjalorin, pjesë e orgjive, pjesë e festave të drogës, të seksit të shfrenuar, dhe deri këtu dikush mund thotë, njerëzit e rritur kanë të drejtë të bëjnë ç'të duan me jetën e tyre, por në sfond hyn fëmijë të mitur, vajza të vogla, edhe djemë të vegjël, të cilët nuk e kuptojnë se ç'po ndodh me ta. Një pjesë të cilëve janë të shënjuar për jetë, për mos të jetuar më normalisht. E tillë ishte Virginia Giuffre, e cila ka vdekur, është vetvrarë. Është e vetmja që deklaroi se princ Andrew i Britanisë së Madhe, i cili tani nuk e ka më të drejtën e trashëgimisë mbretërore, kishte abuzuar me të. U vërtetua që ishte e vërtet, por i kushtoi jetën asaj gruaje, sepse nuk mundej më dot të ndërtonte një jetë, mbas asaj jete që kishte kaluar me këtë çift që ne shohim në ekran.
kaq sa thashë shumë pak në fakt, kaq sa thashë edhe vetëm pak dritë mbi atë që po ndodh vërtet në opinionin mbar botror. Çfarë ndodh me këtë nyje të pushtetit, perversitetit, financave botrore, njerëzve që kanë në dorë fatet e botës, jo vetëm të shteteve që përfaqësojnë, dhe të cilët nuk dihet pse ju kalon rruga gjithmonë nga ky njeri. Janë gjetur emaile pafund, janë 3.500.000 ndoshta informacione, emaile, dosje, foto, video, ku në qendër është vetëm ky njeri. Çfarë ndodh? Çfarë përfaqësonte Epstein? Për të folur për të dhe mtej, natyrisht kam kënaqësinë të kem në studio Indrit Vokshin, analist, mirë se erdhin. Ka njëria të tillë për gjithë ata që ndoshta e dëgjojnë nëpër lajme, por nuk e kuptojnë dhe nuk janë thelluar. Në fakt, çfarë ishte ky njeri në opinionin tënd? Përpoq atja vetëm një profil të lindjes deri në vdekjen e tij, por patjetër që ka shumë më shumë. Për ty çfarë ishte ky njeri? Unë kur hasa në këtë dosje, gjëja parë që mendova ishte operacion kompromentimi. Domethënë, shërbimet përdorin operacione kompromentimi. Disa thonë është agenti Mosadit, disa thonë është i rusëve, nuk dihet kjo, por ka dhe një të tretë, që përgjithsisht janë dhe rrjete inteligjencë të kompanive të mëdha të biznesit. Për shembull, po të lexosh një libër të Alan Dulles, thotë që përveç CIA-s dhe KGB-s dhe shërbimit britanik ishte edhe Rothschild Bank, e cila kishte një shërbim inteligjencë që i duhej për biznes dhe për lidhje ndërkombëtare. Pra nuk ndahet dot qartë, por nga mënyra se si është trajtuar çështja, duket që është operacion kompromentimi. Ju përmendët dënimin e parë të vitit 2008. Po. Në dënimin e 2008-s, Epstein ka bërë vetëm 13 muaj burg. Sepse akuzat më kryesore të trafikut të miturve janë rrëzuar dhe është kaluar në marrëveshje me prokurorin vetëm për ngacmim seksual. Pra t'i rrëzohen akuzat më të rënda nga vetë shteti për t'i hequr dënimin e përjetshëm, sepse në Shtetet Bashkuara me ato akuzat të trafikut siç kishte në vitin 2008, ky person mund të merrte mbi 50 vjet burg ose me dënim të përjetshëm, sepse ka raste të tjera të ngjashme ku janë trajtuar kështu. Tani çfarë ka çuar në trajtimin preferencial të një personi të tillë? Pra pse gjykata, prokuroria e kanë trajtuar në mënyrë preferenciale? Edhe mënyrën se si ka bërë ato 13 muaj të burgut, i ka bërë gjysmë në burg, gjysmë në liri. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që struktura shumë të fuqishme të shtetit, brenda një shteti institucional si Amerika, kanë bërë të mundur që një person i tillë të mos dënohet aq sa duhet të dënohej, por ta kalonte me 13 muaj. Kjo do të thotë se ka qenë operacioni kompromentimit mbi njerëz të fuqishëm, operacioni i cili i ka ndaluar ose i ka detyruar të investohen për ta shpëtuar. Ka patjetër që aty ka emra shumë të fuqishëm. Emra politikanësh, emra të njerëzve të mendjes. Jam habitur ku kam lexuar emra dietarësh, ndoshta janë aty dhe rastësisht. Pra ky ishte një pikë kontakti sociale, le të themi. Sepse tani ka fluks informacioni, cili do mund të hyjë dhe unë do t'rregoj se si mund të hyjë dhe cili do mund të shohë fajlet nëse nuk ka se ç'bën. Por deri tani ne nuk gjejmë dot një pikëqas, një pikë synim penal. Pra ka shumë informacion, përse të gjitha rrugët, edhe sociale, edhe shoqëria e lartë, edhe njerëz që ndoshta nuk kanë bërë ato që dyshohet se kanë bërë të tjerët, duhet ishin në shoqërinë e këtij njeriu. Çfarë përfaqësonte ky? Çfarë përfaqësonte ajo vila e tij, ku si duket ishte status të ishe. Pra, ishte një lloj statusi të haje një drek me të shkoje në një cep të botës me të ishe pjesë e një çaji me të, sepse gjëra të tilla i lexon rëndom, nuk është e thënë. Njerëz që dërgojnë projekte të caktuara për të marrë opinionet e tij, për të kontaktuar me njerëz të fuqishëm që nuk kanë mundësi për t'i takuar direkt, por përmes ishte lehtësisht aksesueshëm. Çfarë përfaqëson ky njeri përtej seksit, të drogës dhe atyre që ofronte? Pra kompromentimin, pra qenien pjesë e një strukture ku ky është emri dhe struktura është strukturë, se ne nuk e tham. Pasuria e këtij personi ka qenë një pasuri krejt e pa justifikueshme, pa një aktivitet biznesi, pa asgjë. Pra si duket se këtu nuk është zbardhur hetimi. Njerëzit vetë kanë ditur se duhet shkojnë te ky, siç e di që për nxjerr diçka në X hipotek duhet shkosh te sekseri. Pra një lloj sekseri i elitave politike. Pra njerëzit vetë kanë ditur që duhet shkuar tek ky person.
për t'u Pra ka hapur qenë një dyert, informacion informal që e forcon më shumë argumentin e kompromentimit në radhë të parë, sepse nëpërmjet kompromentimit ndërtohen pastaj dhe marrëdhënie të tjera, aqër sa të ngjisës shkallët, por nuk është individ. E kuptoj. Dhe nuk ka si tjetë individ. Dhe mënyra se si u përshkruat vdekjen e tij tregon që nuk është individ. Nëse Absolutisht. kamera të ndalohet 2 minuta në korridor, tregon që nuk është individ. Qartë. Pra njerëz të cilët mundën ta fikin kamerën e burgut, kanë shkuar dhe e kanë eliminuar, nëse i rrim këtij skenari. Absolutisht. Pra Trump e përdor ndoshta pak në mënyrë abuzive atë çështjen e deep state-it, mirë po ekzistojnë segmente dhe struktura të tilla. E qartë. Dhe po vërtetohet në një farë mënyrë se nuk ka se si të vërtetohet plotësisht, se shumë materiale janë zhdukur, nuk ekzistojnë. Duat ndalem pak se të gjithëve ju intereson Shqipëria, Kosova, Maqedonia. Lajmi i fundit në fakt vjen për Maqedoninë e Veriut, sepse hapen dyshime për projekte kërkimore me partner ndërkombëtar nga kërkimet e shumta në dosjet e tij dhe vendi i të është atribuar pra Maqedonisë së Veriut një projekt me Universitetin Columbia ku janë dërguar mostra të indeve të trurit të personave që kishin kryer vetvrasje për studime mbi vetvrasje dhe skizofrenin. Institucionet kanë deklaruar se është kërkuar pëlqimi familjarëve, por publikimi i dosjeve ka nxitur dyshime mbi respektimin e plotë të këtij pëlqimi, mbi transparencën e etikën në procesin e dërgimit të mostrave jashtë vendit. Pra, këtu jemi në një moment tjetër. Merren mostra të njerëzve që kanë vdekur të vetvrar dhe ndërhyjet në indet e tyre, po ku, në çfarë laboratori, ku është kryer, pra çfarë networku funksionon për këtë gjë. Që këta kanë qasje shkencore, kjo është e qartë, sepse edhe mënyra se si janë ftuar njerëzit, e sigur që kanë bërë studime sociale dhe psikologjike mbi anët e errta ose shenjat kur njeriu ka anët e errta. Pra vendoseni pak veten në pozicionin kur dëshiron të kompromentosh dhe ke fuqi financiare, çfarë do të bësh? Do të financosh dhe studime të tilla sociale mbi arketipet e njerëzve, mbi arketipet e politikanëve, për dalluar shenjat se kush ka predispozicion për të përfshirë. Mund të kenë bërë dhe studime të fëmijërisë dhe të rinisë shkollore të secilit, të parë predispozicionin në raport me ato çfarë ju thatë orgjirat seksuale. Pra ka financa dhe studime për këtë, sepse ky është rrjeti sofistikuar. Nuk është ai amerikani i amish me kamion që shkon dhe e grindet në pikën e karburantit, ose rre ish bashkëshorten se janë grindur. Pra kemi të bëjmë një rrjet sofistikuar dhe nuk është e habitshme për këtë lloj rrjeti që të kenë bërë studime edhe mbi indet, edhe mbi arketipet e njerëzve, pra janë totalisht metoda shërbimesh. Çfarë bëjnë shërbimesh? E bëjnë për politikan. Për secilin politikan në botë, shërbimet kundërshtare ose edhe mike, bëjnë një identikit të personalitetit, të personit, të mënyrës si është rritur, ku është shkolluar, çfarë kanë ndjekur. Pra ndjekin të njëjtën metodologji. Little dirty secrets për ato sekretet e vogla të pista që secili i ka, edhe që dikush i mbledh. Tani, për Shqipërinë, në qoftë se do të hyjmë në faqen dhe unë do t'ju tregoj se si mund të hyjë secili prej jush që ka një telefon dorë, një laptop, një tablet. Mos i këshillo shqiptarët aty se mund futen. Jo, të hyjnë dhe të shikojnë, jo, duhet të shikojnë dhe mos të ndjekin emisione televizive, por edhe vetë në dorë të parë mund të shohin që Epstein Files, ju mund të googloni me këtë, dhe del Departamenti i Drejtësisë Amerikane, dhe del këtu Epstein Library, ju del një pyetje, a jeni 18 vjeç dhe ju do të shkruani yes, ata që janë 9-18 vjeç nuk ju a këshilloj këtë, sikurse nuk ju këshilloj as webin e errët për të parë gjëra që shkarkohen nga këto dosje sepse janë traumatike. Dhe më pas ju do të kërkoni është një searchful Epstein Library, pra është kërkimi i plot këtu dhe shtypni emrin që ju dëshironi të klikoni. Unë kam futur disa emra, për fat mirë nuk kanë dalë emrat që aludoheshin. Po pse pikase predispozicion të këta për dalë që... Për të qenë qartë. E para jam kurioze se jam gazetare, jam shumë kurioze dhe dua t'i lexoj vetë gjëra deri në fund, dhe e dyta për të kuptuar fake, se ka filluar edhe lajmet e rreme që abuzojnë dhe në qoftë se do të shkruajmë Albania, Shqipëria pra, po Albania është në këto dosje, për fat keq, por jo nga përfaqësues të politikës tonë, por nga një ish kryeministër i Danimarkës, i cili ka qenë pjesë e një komisioni parlamentar
europian në vendin ton, ka qenë në fakt për të parë se si është ecuria e vendit ton për sa i përket procesit të integrimit, dhe ju lutem me materialin 1 në ekran, është pikërisht Jagland Thorbjørn Jagland, i cili në 25 maj të vitit 2012, materiali 1, ju lutem, është emaili që ju kam nisur i zotëris, ky është emaili, i shkruan Epsteinit në orën 9:38 minuta, 37 minuta të darkës, në 25 maj të vitit 2012, mbasi kishte ardhur për punë 24 maj, shkruan: "Hi Jeffrey, përshëndetje Jeffrey, nuk e kam marrë ende në telefon dikë, isha në Tiranë, në Shqipëri, vajza të jashtëzakonshme, thot. Do të iki pastaj në Jordani, në Palestinë dhe në Izrael. Kthehem të njëjtën." Ky është emaili fundit i vetëm për Shqipërinë. Tani, ky lloj komunikimi i një njeriu, kthehemi, ky lloj komunikimi i një njeriu që vjen në një vend, natyrisht një komunikim mes shokësh patjetër që ti mund të thuash edhe mund të thuash që sa vajza të bukura kishte ai vend, por nuk e di, e gjen të diskutueshme këtë lloj komunikimi? Po shik me Miroslav Lajçak, nga mënyra si komunikojnë. Miroslavin edhe më shumë, po. Pra, çfarë do thotë? Janë një grup shokësh të socializuar në postet larta të strukturave dhe të shteteve, të cilët, siç Trumpi ka të golfin, këta kishin këtë lloj gjuetie. Pra, kalojmë nga gjuetia e lepurave dhe dhelprave, që bënin elitat e larta para 300 vjetëve, këta kalojnë në gjueti njerëzish. Është moderniteti që ja jep të mundësi. Dhelpra dhe lepujt nuk kanë tërgjegje njerëzore që të mbrojshin. Këta kalojnë në nivel tjetër. Edhe ata janë të kurur, derisa kanë hyrë në rezervate natyrore që nuk i gjente dot më njeriu. Këta kalojnë në nivel tjetër, pra, nëse po thoja elita e para 200-300 vjetëve kishte sport prestigjioz gjuetin e kafshëve, këta kanë dalë në sport prestigjioz gjuetin e njerëzve, se nuk është komunikimi vetëm dhe izoluar me ish-kryetarin e Këshillit të Europës. Është komunikim dhe me të tjerët, në të njëjtën mënyrë dhe të njëjtën formë. Pra janë bashkuar shumë element, paraja, postet e larta dhe s'po e quaj perversitet, por një manjakizëm i kësaj natyre, që ka bërë shumë mirë që ka dalë, sepse mund t'i ndihmoj njerëzit për të thyer disa mite që kemi ne për ndërkombëtarin perfekt, për ndërkombëtarin si qenie supreme, që s'është ashtu. Pra secili person ka ato pikat e veta të dobta dhe perverse. Po të marrim prap mënyrën e rekrutimit në këto shërbimet si CIA, thuhet që i bëjmë analizë dhe veting, qysh nga fëmijëria secilit person që duam të përfshijmë në strukturë, që të mos mundet të jetë i ekspozuar ndaj shërbimeve të huaje për të na e kapur. Dhe shtetet nuk e kanë bërë si duket këtë veting, ka dominuar jo vetingu për arsye sigurie, por ka dominuar diku vota e diku strukturat e larta financiare. Sepse i njëjti person, prandaj unë gjithmonë i qëndroj tezës ose argumentit të komprometimit. I njëjti person që vjen këtu në Tiranë, që ka qenë kryetari i Këshillit të Europës, është person i cili ka bërë deklarata kundër ushtrisë çirimtare të Kosovës, e ka quajtur Kosovën shtet kriminal, ka dalë në raportin e Digmartit duke kërkuar hetime të thella në cilësinë e kryetarit. Ky Jaglandi. Po. Pra është i njëjti person që ka dalë duke bërë këto. Pra është një implikim edhe më i fortë në këtë gjë, pra se këta kanë bërë veprime dhe duket sot qarta se çfarë është gjyqi i UÇK-s, gjyqi i montuar. Në kuptimin i mbajnë 5 vjetë. Pra këta e përforcojnë vetë me sjelljet dhe me emailet e tyre atë komprometimin e një forme të shërbimit. Kjo na bën mendojmë që linqet të tilla, lidhjet të tilla, jo përmes vetëm që ti më ke një sekret dhe më shantazhon, po përmes faktit që ne të dy jemi njësoj, ne na pëlqen kjo botë. Jemi njësoj dhe kemi interesat njëta. Ne na pëlqen kjo botë të posedojmë të tjerët, jemi në dominancën tonë. Ky domeni vjen jo vetëm përmes fjalës fuqisë pushtetit, por vjen dhe përmes seksit, drogës, influencës, etj. Dhe duke na pëlqyer kjo lloj marrëdhënie, ne ndërtojmë pastaj me pushtetin që na jepet për të përfaqësuar shtete fuqi, ne
përfaqësojmë diçka që nuk është as në kushtetutat përkatëse, as në konventat ndërkombëtare, por është thjesht dhe vetëm për këtë kultin ton. Pra këtu është gjithçka, sepse ne nuk po hym tek drejtat e njeriut, secili ka të drejtë këtë jetën e tij, secili ka të drejtë të ushtrojë seksualitetin e tij dhe gjithçka në jetën e tij ashtu sikurse dëshiron, por në momentin që pushteti, fuqia, vota që t'japin ata njerëz që zgjedhin, sepse janë vende demokratike, janë përfaqësues vendeve demokratike për fat keq. Këta njerëz nuk e vendosin në dispozicion vetëm duke mos cënuar kushtetutat e tyre apo ligjet e tyre, përkundrazi. Janë duke shkelur me të 14 këmbët të gjitha çfarë thuhet për drejtat e njeriut, për anën morale, aq më tepër kur i përkasin edhe konservatorëve, pastaj për familje dhe raportin me Zotin. Pra kjo është e frikshme sepse ne nuk dim fundin e këtij raporti. Po nuk do dalë fundi. Ti mendon që nuk do dalë fundi? Po mendoj që nuk do dalë. Sepse mund të cënohen interesa dhe të krijohen destabilitete të padëshirueshme. Për shembull, ja e kthejmë e ulim bisedën në rrafsh praktik. Clintonët do shkojnë në komision të dy, burr e grua, pavarësisht sepse Bill Clinton ka dalë në fotografi, Hillary ka pasur njohje dhe do të shkojnë, do të raportohen përpara tyre, pra do të merren në pyetje. E gjithë pyetja është sa prova janë zhdukur. Pra sa dosje dhe materiale janë zhdukur, kompromentuese. Se kjo dakord mund t'jepet për të qetësuar publikun, sikur ju dha një goditje për versionit, por sigurisht nuk mendoj që asnjë shtet do të lejojë që të dalë gjitha dhe deri në fund ajo. Pra kjo është një lloj, mënyra si e përshkruat ju, është një lloj krushqie, një diçka e ngjashme me ato krushqi që bëheshin edhe për arsye biologjike, po edhe për arsye pasurie dhe pushteti. Kthemi një moment dhe shohim figurat, ju lutem, me ekran, ju lutem këtu, shohim figurat e të cilat janë Hillary Clinton, Sarah Ferguson. Ditën e sotme, Sarah Ferguson ka tërhequr të gjithë, ditën e sotme i është mbyllur bamirësia, pra i është mbyllur organizata e saj jo fitimprurse e bamirësisë. Shohim Woody Allen, shohim njerëz të tjerë përsëri me familjen mbretërore princi Danimarkës këtu, shkencëtari i madh, i njohur. Po ai çka ka dashur sa i ka qenë karrocë me rrotë. Këtu mos ndërhy. Ai ka sepse ja çfarë ka, sepse ndoshta këtu, siç e thash, ka qenë një pikë sociale Epstein. Si pikë sociale, në çka kuptim? Një pikë sociale ku njerëz konsulencë është në ku njerëz të caktuar mund të takonte më lehtësisht ndoshta një shkencëtar të rangut të tij përmes Epsteinit se sa të shkruante me email më prit nesër ose më prit kur të kesh kohë. Pra Epsteini u bë një lloj stacioni dhe këtu lind pyetja ime. A do të ketë një lloj katalizatori dhe një lloj filtri për të kuptuar çfarë ka qenë abuzim, çfarë ka qenë ajo shkelje që unë fola më sipër, me njerëz që kanë qenë thjesht në trafik në atë moment, në sensin që të shkojmë në këtë parti, le të shkojmë në këtë parti, të takohemi këtu të pim një çaj, se dhe Epsteini jo të gjithëve ju ofronte çdo gjë, edhe ai ka ditur se me kë ka mbajtur ekuilibrat. Po jo, ata hetojnë, ju e pat pyetjen kush është Bezgjet Pacolli. Pra ishte thjesht një pyetje informuese. Është dakord kjo. Stacioni, normalisht nuk mund të themi që ai ka ndjetur gjithë ditën duke u marrë me këto punët. Ta kanë bërë dhe biznes. Patjetër. Në emailët me lindjen e mesme me Ehud Barakun, me kë kishte. Pra kishte për fitime marramëndse serioze, pra kanë bërë biznes sepse ju është dashur për strukturën. Por Clintonët mund të shkojnë atje, por kjo s'do të thotë se do të zbulohet diçka. Clintonët nuk deshën të shkojnë. U bë presion nga Kongresi që të shkonin dhe të dëshmonin. Pra nuk ishte një dëshirë të madhe të Bill Clintonit, i cili me sa ka dalë ka udhëtuar dhe në avion me Epsteinin. Nuk është ishte një çështje dëshire që këta u vendosën në dispozicion për të shkuar dhe për të dëshmuar në Kongres. Ishte presioni i Kongresit, sepse është nevoja për legjitimitet politik edhe nga ana e Kongresit. E qartë. Unë do të mbetem në një, do të përmend disa prej emrave të tjerë, është Steve Bannon, që shfaqet në një sër komunikimesh me Epstein, Deepak Chopra, një ndër frymëzuesit më të mëdhenj të meditimit në botë, komunikime për financat, në fakt kanë të dy, Catherine Lawrence Summers, komunikime të mëparshme, institucioni Interlochen Center of the Arts. Pra, emra që ne ndoshta nuk i njohim, por që janë përfaqësues më të lartë të fushave të ekspertizës që mbulojnë në botë. Megjithatë,
Unë duat ndalem të adit te momenti më i errët i kësaj historie, sepse pa tjetër që njerëzit e fuqishëm bëjnë parti dhe festat shfrenuara, kjo ka qenë historike, në kohën ti po më thoje përpara se ty nim që në kohët e lashta që kur u themelua shteti. Në kohët e lashta ka pasur një debat, ta grekët thanë që ne shpikëm orgjin dhe romakët i thanë okej, ne sollëm dhe femrat. Ka filluar. Pra, që në kohët e lashta me shtetin dhe pushtetin, ka qenë një ndër format e celebrimit pushtetit. Ka qenë një ndër format e celebrimit, hynë morali në mes, hynë theja, hynë kisha sidomos, dhe disa gjëra ndërtojnë në struktura moraliste që esin në 2000 vjet, në më shumë se 2000 vjet, me krishtërimin, por edhe më herët, me fete tjera. Kam parasysh një moment shumë të errët të kësaj histori që janë fëmijët, që janë të miturit. Abuzim i pastër me vajza të cilat janë rekrutuar dhe këto janë fakte të dokumentuara, si në dokumentarin dedikuar Epsteinit që ndodhet në rrjetet sociale, si në dokumentat që ju mund të lexoni lirshëm në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, vajza nënmosh, të cilat rekrutohen për të bërë masazh apo për të kryer disa punë të rëndomta, dhe të cilat më pas kanë qenë preja, në fakt, e festave të kësaj natyre për emra shumë të njohur. Princi Andrew heq dorë jo me vullnetin e tij, por sepse familja mbretërore e përjashton nga linja e trashëgimisë, pasi Virginia Giuffre, nëse jam e sakt në shqiptinë e mbiemrit të saj, deklaroi se ai kishte abuzuar me të kur ajo ishte 16 vjeç. Dhe kështu me radhë njësër dëshmish të tjera. Për fat keq qarkullojnë video, kemi foto këtu të disa vajzave të mitura të publikuara sot nga ABC News në Shtetet e Bashkuara të vajzave të mitura që janë në shoqërinë e Epsteinit. Ka video që unë nuk pranova t'i jepja, ku duket në një ambient krejtësisht jo për fëmijë, vajzat vogla që shërbejnë. Kjo anë e errët tani, si më shumë është hedhur për të tronditur njerëzit dhe për t'i lënë në këtë çfarë ndodhi si ndodhi dhe t'i çorodisim nga shkuarja te fakti, apo do ta ndihmoj hetimin? Unë në këtë pikë duhet të ndalem pak me kujdes, nëse deri tani ja lejova vetes që të kem edhe batuta apo ironi, por në këtë pikë nuk dua të kem asnjë lloj batute dhe asnjë lloj ironie. Njeriu është përballur gjithmonë me veten e tij kriminale ose me veten e tij të turpshme. Pra po t'i futemi me themel, janë librat fetar, për ata unë besoj në Zot, ka tjerë që nuk besojnë, por po e them nga pikpamja ime. Janë librat fetar ku Zoti urdhron kundër natyrës monstruoze dhe kriminale të njeriut. Ke në Levetikus dhe në libra tjerë urdhresa kundër incestit, kundër sjelljeve të tilla. Pra ka qenë Zoti ose morali fetar mekanizmi për të frenuar çdo instinkt ose çdo anë të errët të njeriut. Nuk po them se i kanë të gjithë njerëzit, por një pjesë e caktuar e qenjeve njerëzore kanë anë të errta dhe instinkte të cilat po t'u çlirohen mund të bëjnë monstruozitete të tilla, si në rastin në fjalë. Çfarë ka ndodhur? Ka qenë feja dhe edukimi. Janë dy aspekte. Po themi feja. S'ka njerëz të mirë që nuk besojnë në Zot. Pra feja dhe edukimi, prandaj duhet ta ndaj. Nuk ka nevojë të kenë valencën e fesë për të bërë njerëz të mirë. Desha ta ndaj për të përfaqësuar të dy palët. Pra feja dhe edukimi. Pra për njërin palë është e rëndësishme feja dhe identifikojnë me fen vetë përmbajtjen. Por pjesën tjetër që nuk janë të lidhur me fenë është edukimi ose edukata qytetare ose etika sociale, diçka e tillë që e mban përsëri nën frenim. Pra dikush e ka figurën e Zotit, dikush nuk e ka, punë për tënë këtë kuptim. Por në rastin e fjalë kanë rënë të gjitha këto mekanizma frenimi. Pra këta as nuk besojnë Zot, as në edukatë qytetare, sepse instinktet kanë dominuar dhe e kanë marrë nën kontroll qenie njerëzore. E fundit, i ushqen pushteti këto lloj fitoren e demonit brenda njeriut. E ushqen pushteti. Pushteti sepse frikë nuk kanë, Zot janë vetë mbi tokë, para kanë, influencë kanë, të 4 cepat e globit mblidheshin lider aty, ca gatuanin, ca flistin, ca të tjerë bënin tmerre. Sot po i thoje dikuj që pushteti është nga herë si pija, atë predispozicion të cilin e ke nga brenda,
si që ta nxjerr pija, ta nxjerr dhe pushteti. Pra disa e kanë pijen me qeshur, disa thonë e kanë pijen me sherr, disa shajnë, edhe pushteti është një lloj solucioni i tillë, një lloj solucioni i tillë i cili i nxjerr njeriut ato anët të cilat i ka të brendshme dhe i ka si predispozit për të sjellë si i tillë. Pushteti në rastin e këtyre duket se ka qenë i përfshirë vetë në këtë dhe a e ndihmon kjo hetimin? Besoj se e ndihmon shumë hetimin, sepse nganjëherë njerëzit marrin vesh nëpërmjet tronditjes. Pra duke u treguar realitetet e qarta ose veprimet e qarta për fabula ose pralla, të cilat deri në atë moment janë diskutuar. Është diskutuar shumë në Amerikë dhe në Europë kjo, për këto ishuj sekret, për dhomat sekrete, për kështjellat të errta, për atë të filmin me maska, që është Eyes Wide Shut. Pra, në këtë aspekt unë them se ndihmon, sepse nganjëherë vetëm përmes tronditjes, vetëm përmes kësaj lloji tronditje, njerëzit mund të edukohen dhe mund ta ndjejnë, si më thënë, rrezikun afër. Dhe çfarë bëjnë njerëzit? Jo, unë mendoj që njerëzit duhet çfarë mund të ndodhi, dakor, e panë, e dënojnë edhe shumë e rëndë, po pastaj? Jo, ne kemi pak fuqi dhe flasim vetëm në mënyrë analitike këtu. Pra çdo njeri është mirë që kur të identifikoj sjellje të tilla, për sjellje arrogante tek politikanët, tek përfaqësuesit, të mos i përkrah duke përfaqësuar aty frustrimet e veta. Se përkrahen politikanë të cilët janë agresiv ose arrogant, sepse njerëzit që nuk munden të jenë vetë, po aq arrogant, të gjejnë përfaqësimin tek arroganca e tjetrit. E fundit se mua më intereson kjo, kur të kaloj kjo zhurmë, kur të kaloj kjo tronditje, kur të dëgjojmë ndoshta edhe gjëra që nuk na i pret mendja, do t'i dëgjojmë, do t'i përpunojmë, do shkohet tek fakti apo do ketë shumë zhurmë për asgjë nga ana penale në këtë dosje? Unë mendoj se së pari kjo është bërë si mekanizëm ose valvull shfryrje, për të thënë që tani ka plasur dosja, pra është në publik, për të mos delegjitimuar veten struktura shtetërore, Kongresi Amerikan dhe të tjerët, do ta trajtojnë çështjen. Sipas mendimit tim nuk do të dalë kurrë deri në fund, për shkak se mund të preken pika nevralgjike dhe nerva të sistemit shtetëror. Modelet të tilla do të vazhdojnë, fatkeqësisht. Në Amerikë mendon që do të ndikojë te Trumpi? Tek baza, po pse te baza konservatore republikane? Jo, baza konservatore republikane, ju mund ta dini, ka dhe një kundërreagim të papritur, që në momentin që Trump del dhe thot nuk jam dhe nuk ka përfshirje penale. I zonjës parë është aty. Po pra nuk ka s'ka qenë zonjë parë, por janë aty. Nuk ka përfshirje penale, baza republikane reagon dhe në të kundërt, pra e shet Trumpin si të viktimizuar dhe stabilizohet me Trumpin. Mund të jetë, është dhe kjo, në natyrën e bazës së Partisë Republikane. Kështu që mendoj se do ta mbyllin si valvull shkarkimi, fatkeqësisht do të ketë prap raste të tilla të cilat nuk do të zbulohen, ndoshta jo në këto nivele, sepse qytetërimi, ky lloj qytetërimi është racional, është pasojë pas iluminizmit ose të asaj që quhet postmoderniteti, pra nuk ka lidhje askund me moralitetin dhe tradicionalitetin dhe përmbajtjen e njeriut. Mendojnë që lëvizja me Maduron, lëvizjet forta ishin për të rrequr vëmendjen nga skandali i brendshëm apo fare? Jo, nuk mendoj. Çështja e Maduros ka nisur që në administratën Biden. Pra nuk ka lidhje me këtë që po zjente Epsteini brenda. Në çështjet e Maduros janë interesa ushtarake dhe strategjike jetike të Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë nisur me administratën Biden. Administrata Biden nuk mundi ta konkretizojë kështu. Trump, për nga natyra si president dhe për nga nevoja strategjike e momentit, arriti ta kurorëzoj. Nuk mendoj që është... Zbulimi i ishujve të tillë, të lakmisë dhe të abuzimit me pushtetin, paran, forcën, dominimin, gjithçka që njeriu mund të ketë, pra ky është një shembull i qartë. Mendon që është bërë enkas për të ndërtuar ndonjë lëvizje të re, për të dhënë frymë një lëvizje të re më iluministe, më empatike, më majtiste? Këtë mendoj se po. Mendoj se brenda Amerikës janë disa fraksione të tilla dhe brenda Partisë Republikane kryesisht, pra MAGA ka një lloj tjetër qasje. Edhe mendoj se është bërë për dy arsye, pra është shuar përpara për dy arsye. E para për të delegitimuar këtë lloj elite aktuale, pra për ta nxjerrë në publik dhe për ta rrëzuar moralisht, dhe e dyta për të eliminuar kundërshtarët politik.
Pra, sepse këtu eliminohen shumë njerëz nga politika. Po. Për t'i djegur dikuj agentin ose rrjetin ose strukturën. Është një lëvizje brenda Amerikës. Siç po bëjnë jashtë Amerikës, do të bëjnë dhe brenda Amerikës. Dojnë që rusët, izraelitët, kush ka pas më shumë ndikim dhe kush ka përfitu më shumë nga kjo? Jemi shumë të vegjël në kuptimin e qasjes në informacion për ta nxjerrë një konkluzion të tillë, por kush ka përfituar më shumë nga kjo, është ata të cilët janë anti-elitist në Amerikë sot, duke filluar nga pjesa e Tucker Carlson dhe lëvizjes së tij, pra do të përfitoj Partia Republikane, mendoj unë. Përsëri, Mendoj se do të përfitoj moralisht. demokratëve nuk ju jepet një as me këtë? Jo, në demokratëve ju jepet një as në mëngë, sepse ju jepet mundësia për të ripozicionuar dhe ata dhe për nxjerrë disa elita më normale politike dhe jo njerëz të cilët kanë degeneruar edhe vetë reputacionin e Partisë Demokratike në Amerikë, e cila është një parti kontributore dhe rëndësishme, e kanë degeneruar duke u larguar nga problemet e qytetarëve dhe duke u marrë me budalliqet e agendave të këtyre, të çështjeve të kulturës, të gjinisë dhe të çështjeve cilat janë periferike dhe u provuan në fushatën e Harris, që ishin periferike sepse amerikanët nuk ishin të shqetësuar për çfarë thot Alexandra Cortez në ankesat për Molton në aeroport, por ishin të shqetësuar për punën dhe për jetën normale. Absolutisht. Ndaj, ti mendon që në Amerikë do të ketë ndikim çështja e Mendoj Epstein? që do të ketë ndikim, do ta reformojë në një farë mënyre edhe pjesërisht skenën politike. Mund të pasqyrohet ky reformim në zgjedhjet e ardhshme presidenciale apo? Nuk di të them në zgjedhjet e ardhshme sepse duhet një studim pak më i gjatë për të qenë Jo, serioz. po praktikisht shojmë mesin e mandatit, se pragmatizëm. Jo, them kulturalisht. Ajo çfarë ka ndodhur në Partinë Republikane, pra vjen pas neokonzve, vjen MAGA, dhe këta do të kenë epokën e tyre, do kenë dhe modelin e tyre. E qartë. Çuditshme është që MAGA ka Donald Trumpin, një person të divorcuar edhe disa herë dhe me ato problemet e Të veta. vërtet, i vetmja gjë që ishte i drejt për drejt, sepse u lodhën nga njerëz që Po. kryuan një establishment dinastik ku as jep një llogari dhe E fshieshin provoj pas Sarah tyre. Palin, por ky ishte personi më i përshtatshëm Jo, për Sarah Palin është shumë larg këtij, por dhe e fundit mendon që do ketë ndikim në Evropë? Nuk mendoj që do ketë shumë ndikim në Europë. Po sikur dalin emra evropianësh aty të përfshirë, jo në këtë rang që dolën, po në rangje edhe më të Në larta? Europë mund të kenë ndikim vetëm nëse e përdori mirë këto partitë e krahut radikal të djathtë. Vetëm në këtë skenar. Nëse këta nuk e përdorin mirë, do të kalojë si gjithçka që kalon në Europë dhe do të mbetemi aty. Indrit, shumë kënaqësi të bisedosh me ty, do të jesh gjithmonë i mirëpritur në këtë studio. Është e parë që Faleminderit dhe bisedojmë unë do bashkë. jem gjithmonë i predispozuar që të vini në këtë studio. Shumë faleminderit. Isha me Indrit Vokshi, analist, ne të mbetemi